Disa persona të papërgjegjshëm kanë dëmtuar në mënyrë të parekuperueshme linjën nëntoksore të ndriçimit rrugor në këtë zonë. Bëhet fjalë për rreth 150 metra kabull, e cila është jo ekzistuese tani, është grabitur nga persona të papërgjegjshëm të cilët e dëmtuan këtë zonë dhe është çmbrëm pa energji elektrike. Siç e shikoni, është kërcimi që është pjesa e urës së re të punës, pjesa e Baqallekut dhe pjesa e hyrjes Shkodrës. Kjo normalisht mos ekzistenca e ndriçimit rrugor mund të sjellë në aksidente të rënda, që janë një kosto shumë e madhe për qytetin e Shkodrës dhe dhënia një funksion është një ndër gjërat kryesore që po merremi sot. Ne duhet të kuptojmë diçka, që çdo investim që realizohet në qytetin e Shkodrës, si në ndriçim, si në infrastrukturë, si në shërbime të tjera, është në përfitimin e qytetarëve. Në vend që të investojmë për rritjen e ndriçimit në qytetin e Shkodrës, tani duhet të përballojmë kostën për riparimin e këtyre defekteve të panevojshme, pasi nuk është defekt teknik, është një vjedhje e hapur që është bërë qytetit të Shkodrës.